Refuzimi i mazhorancës përmes forcës së kartonit për të ngritur Komisionin Hetimor për aferën e Akshit është bërë objekt debati edhe në parlament. Deputetja e Komisionit të Ekonomisë Jorida Tabaku dhe kryedemokrati Berisha akuzuan mazhorancën se pas gjestojnë rolin e opozitës në parlament dhe se salla plenare sipas tyre është kthyer në një mburoj për vjedhjet e klanit të kryeministit Rama. Vetëm Akshi 2 lindave është bërë ndërkombëtar, është bërë botror. Ajo e Gjora Mirlind me 4 apartamente vila është Ta përfundoj. Uelit. Po ju nuk guxoni ta shqiptoni atë jam këta apo jo. 600 milion euro të cilat i mungojnë buxhetit shtetit, i mungojnë qytetarëve shqiptar, po i mungojnë njëkohësisht edhe diskutimi këtu në parlament, sepse komisionet hetimore nuk lejohet që diskutohen, mocion me debat nuk kemi mundësi që diskutojmë. Por sipas kreut të grupit të Partisë Socialiste, ndonse të majtet janë në mazhorancë, demokratët janë ata të cilët shkojnë si arrogant në kuvend dhe nuk pranojnë dialog. Jemi të gatshëm të miratojmë edhe ju propozime. Po jo me dhunë, as me forcë, as me gërdufje. Nëse doni që të vini të amiratojmë ne, e para është që duhet të vinit na i prezantoni, ti negociojmë, ti diskutojmë së bashku dhe hajde ti miratojmë. Deklaratat e opozitës në parlament ranë vesh të shurdhër nga mazhoranca, pasi pak minuta më vonë, me forcën e kartonit, socialistët rrëzuan edhe kërkesën e opozitës që të fuste me procedurë të përshpejtuar 2 propozimet e tyre për të shqyrtuar projekt ligjin që synonte uljen e çmimit të karburanteve.